Personalisht deklaratën njërën nga pjesë të deklaratës së zonjës Osmani e marë si tregues që po do të merr pjesë në zgjedhje, rrugët që u mbyllën nga padrejtësitë hapen nga populli, tha ajo. Nuk e di sa do të marr përkraje, kom pa në për shembull partia që ishte në meja të Gjakovës, sinqerisht ka një përkraje jashtëzakonisht fort Vjoza Osmani. Që kam bëni përshtypje ishte fjala ose fjalia e pjesës së urrëtijes, t'i heqim urrëtjen, t'i mbyllim aty ku ka urrëtje. Për mua është pak vonë. Këta e kemi thonë personalisht edhe para se mu da Vjoza Osmani prej Albin Kurtit, kena thonë që mbjellja e urrëtjes është jashtëzakonisht e madhe dhe nuk e di sot sa keni me kontribu në largimin e kësaj urrëtje të panevojshme e që e ka dëmtu jashtëzakonisht shumë, veç shifni komentet sa egër flasin shqiptarët, kryesisht shqiptarët e diasporës, shqiptarët e Kosovës në diasporë, është e tmerrshme.